kjo është. Sa ma budal, moshli, ma shumë dhunë, Valen Sylla flet për dhunën dhe grave. Fiks pa një viti, kur vetë tash kë... Realisht, kur mëftove dhe ma tregove temën, une ke konkretisht, jo pse kom po thonjen, po më ndërlidh me shumë leximet mia psikologjike, më thonë që dhuna lidhet konkretisht prej pavetdijes. Jo me këtë fjallën që shky e ka qujt, që e ka shprej kë, po prapë se prapë e ka mirë, në kuptimin psikologjik e ka mirë, për shkak se njeriu kur funksionon në formë të pavetdijshme, do të thonë na krejt funksionojmë çashtu. Po ideja jonë që me qenë njerëz më të mirë, më të përshtatshëm për veten, për rrethin, është që ato të pavetdijshme tona me i kthyn të vetdijshme. Edhe kur nuk arrim që ato mi kthy, mandej gjithçka që i kemi bu vetes presion, ndjesive tona, mendimeve tona, cilat veç i kemi shtyp vazhdimisht, atëherë ato kanë me dal dikur, që ato impulse kanë me dal dikur dhe mu shfaq. E personi që ma shumë na bën trigger në çdo rast, dhe më thonë angacmon, që çdo pjesë tona të mendjes është në shumë raste është partneri ose partnerja. Për shkak se, do më thonë, që ato elemente që na nuk i pëlqejmë të vetja në formë të pavetdijshme, personi i vepron, i bën, edhe na kërkush nuk kap me rre veten. As me e gjyku, jo kërkush, ka njerë që vetë gjykuon, janë kritik, po që kesh niveli vetdijes, po kur nuk e ki këtë nivelin e vetdijes, atëherë ti automatikisht reagon ndaj grus që shka reagu personi në fjallë në këtë rast. Dhe me thonë edhe që nuk je i zhvillun në kuptimin mendor, të normalisht që me koeficient inteligencës je njeri normal, nuk je me zhvillim të vënshëm, por sa i përket kësaj pjesës së vetdijes, sa shumë ka projekte sot të organizatave të ndryshme që merren me ngritjen e vetë. Kjo është ajo ngritja e vetdijes, do të thonë që duhemi puna, nuk kemi nevojë veç organizatat me na ngrit vetdijen, na si individ, secili duhemi me punu me veten tonë, që me ngrit vetdijen këtë rast personi, që me ditë këtë thonje kur e ka shkruar, kish qenë shumë ma mirë nëse e kish kthy te vetja pak, se për ne është shumë lehtë me fol për tjerët, mi tregunin ai mi çka duhet me bo, ç'është duhet me ja bo në një moment caktun, ose e kundërta, më tregu dikush mu, po kur vjen puna te na krit kemi qef mi ana shkalu. Pse se nuk është shumë e lehtë mu ballafaqu me ç't pavetdijen tonë, se kanë herë na del edhe vetja që nuk jemi që ata që na supozojmë kon, se gjithmonë e qesim si atë veten tonë ideale, unë jem kështu, unë jem